Unë ditëlindjen më dashën që unë e kam në jetën tem prej që frymoj, është pikërisht 20 vjetori kur I kam përmbush. Pse? Për arsye se kam qenë me shumë shokë të mi në Hoxhë Tropojës, ish kohë e luftës, vitin 98, ku shkuna më përmirëzu me armatim dhe për arsye se kënej në fshatrat tona u dilshën shtëpia tona, u shkatroi këtë shka. Po flasim për 7 korriku në vitin 1998. 7 korriku në vitin 1998, ditëlindja jam 20 vjetori im. Sot jemi plot 27 ose ma tepër. Po, aty po I bje. 27 vjetë, para 27 vjetë dhe edhe po shumë mirë po e citojnë viti ma I mirë për ty, apo ditëlindja ma E mirë për ty, rreth shokëve, pse mirë, pse veçantë, për arsye se unë e sika ma herët jam frymëzu me atë idenë që jemi të shtypun, jemi të rëbrum, jemi edhe kemi nevojë me marrë frymë lirshëm. Dhe sot na që po bisedojmë këtu, frymojmë lirshëm dhe ku ka ma krenari dhe ma kënaqësi. Pra, për këtë arsye, përjetimet e mia që unë kam pas, si një djalë I ri, ku të njëjtën kohë, tash po du me marrë edhe një shembull figurativisht me shpjegu. Ka qenë shumë simbolike, se nuk kishëm as mjete financiare me vete. Po. Edhe ato pak mjete që kishëm me vete, për shënu si event, si ditëlindje që kisha, në një lagje, ato në një kioske vogël, I mora një keks afërdita ka qenë me 5 keksa dhe një Pepsi Lemeng dhe ishim në 5 kushëri familjar që ishim bashk të rështum atje dhe ndajtëm secili nga një keks dhe e treqëm së bashku me Pepsin bashk. Na, në atë ku I këna thonë ama një fit. Të lutur shumë. Shë që këtë formë ka shku. Dhe të njëjtën kohë, pikërisht atë ditë, mërshim lajme që familjet tona ishin tu largu nga fshati, ishin tu djeg shtëpitë tona, pikërisht shtëpitë tona, për arsye se atu kanë qenë istikamet e ushtarëve të lirisë. Po. Dhe kështu.